Nuk e dija që të bëja njoki në shtëpi ishte kaq e lehtë. Vetëm mendimin e një piruni mund ta rrotullim brumin e makaronit dhe formojmë njoki. Dhe po mendoja me veten time pse mos ta ndaj këtë recetë kaq të shijshme dhe kaq të lehtë bashkë me ju. Për ju që nuk e merrni vesh, këto makarona që shikoni këtu quhen njoki dhe ato e kanë origjinën nga Italia Veriore. Kjo sepse aty bën të shumë ftohtë dhe kishte patate me shumicë. Dhe gjithçka që duhet për të përgatitur brumin e këtyre makaronave, pra njokit, duhen 2 patate, 1 gotë miell dhe 1 vezë dhe pak krip. Do nisim duke shtruar miellin në një sipërfaqe të shesh, në këtë rast tavolinën, dhe pastaj do shtojmë patatet që e kemi bërë pure. Sipër patateve do të shtojmë 1 kokër vezë, pak krip dhe do ta përzjejmë bashkë. Brumin do ta punojmë për 5 minuta dhe pastaj do ta lëmë të pushojë për 10 minuta. Pasi brumi ka pushuar, e bëjmë në këtë formë gjatë kështu dhe e presim në këtë madhësi. Shumë për jush që i shikoni këto videot e mia, i bëni like, i komentoni, por nuk më keni akoma follow. Pse nuk e shtypni butonin follow, ju lutem? Tani kjo pjesa këtu mund t'ju duket pak e vështirë, por është tepër e lehtë. Thjesht e rrotulloni brumin në pirun dhe merrni këtë formën kështu. Do t'i vejmë njokit të zjejnë për 3 minuta ose derisa të ngrihen në sipërfaqe dhe atëherë kuptojmë që brumi, domethënë makaronat, kanë zier. Këtë radhë kam zgjedhur të shoqëroj thjesht me salcë domatesh, me baziliko dhe djath parmigiano reggiano. Do të hedhim gjethet e borziloku të freskëta në salcën e domateve dhe pastaj do të shtojmë njokit. Kjo receta është aq e thjeshtë, aq e freskët dhe aq e shijshme, më besoni do ta provoni edhe nëse ju vin mysafir, kjo është pjata perfekte. Më jepni ndonjë mendim të mirë se çfarë të përgatis në videon e radhës. Shkruani në komente, do t'i lexoj gjitha komentet.